Përshëndetje vajza, në shihni të fytyrë sot, sepse nuk e di, u zgjova në gjumi dhe kisha syt kaq të fryrë, duket, gjë? Nëse. Sot do t'ju flas për një problem që më ka shqetësuar dhe akoma më shqetëson për sa i përket vetes sime. Po flas për njollat. Unë kam një njollë këtu tek faqja që mezi me të vërtet e kam reduktuar dhe kam gjetur një mënyrë, në thonjza një kur për ta reduktuar disi. Duke filluar nga aprilli, kam bërë disa gjëra, domethënë kam ndryshuar disa gjëra në rutinën time të përditshme, sidomos darkave. Atëherë, unë para se të filloj domethënë të flas për veten time, ju këshilloj domethënë që të vizitoni një herë tek mjeku dhe të dini arsyeën e vërtet pse ju ka dalë njolla, sepse ka arsye të ndryshme, ka çrregullime hormonale, dalin njollat nga çrregullimet hormonale, nga dielli, nga nga çdo lloj gjë tjetër, më thënë që mbase neve nuk e dim. Dhe për këtë gjë domethënë ju këshilloj me të vërtet që të shkoni te doktori. Unë nuk është se nuk kam shkuar te doktori, kam shkuar disa herë, por për të disatën herë më ka thënë është një njollë dielli, nuk e çati bësh, e këti po ndej, më mbushi me pomata. Pastaj tani kam vendosur, domethënë kohët e fundit vendosa që të bëja një rutinë, domethënë të shikoja nëse me të vërtet kjo rutinë funksiononte. Dhe ju them domethënë që funksionon, sepse kam parë një ndryshim jo shumë të madh, sepse normal që unë një herë harroja, një herë për një javë total nuk e bëja. Normal që nëse je konstante, aq më shumë shikon ndryshimin. Nëse nuk je konstante, normal që ke pak rezultat. Duke kërkuar nëpër internet, pash domethënë që mënyra më e lehtë, më e thjeshtë ishte të përdorje domethënë limonin direkt në fytyrë. Tani, e thënë kështu ngjas sikur po shtryf limonin në të tërë fytyrën, por jo, mjafton me një disketë domethënë pambuku e aplikon vetëm tek njolla. Kjo ishte rutina më e thjeshtë që gjeta xhiro nëpër internet. Vajza, ka lloj maskarash, lloj në të gjitha tipet, domethënë në të gjitha llojet dhe për të gjitha llojet e lëkurave. Dhe njëra nga këto ishte aplikimi i limonit, i lëngut të limonit, vetëm tek njolla. Kjo ditët e para, herët e para, unë e bëra çdo darkë, pastaj e rrallova, bëra një herë po, një herë jo. E bëj këtë rutinë gjatë darkave, sepse gjatë ditës rrezikojmë domethënë të prishim lëkurën. Sepse limoni është fotosensibilizues dhe në kontakt me rrezet e diellit është shumë agresiv ndaj lëkurës, prandaj gjatë natës ai ka kohë domethënë që të veprojë dhe ditë domethënë normal kur zgjohemi në mëngjes jemi gati domethënë të bëjmë trukun e të bëjmë gjitha gjërat tona. Një gjë tjetër domethënë që bëra unë gjatë këtyre muajve është një maskë me limon dhe mollë. Limoni, ju e dini, fal vitaminës C, është super eksfoliant dhe ndihmon domethënë në zbardhjen e njollës. Ndërsa molla është antioksidante dhe përmban, është shumë e pasur me vitaminë C, B, A, B, C dhe është shumë e mirë domethënë për lëkurën. Pra nëse në njëra nga ju ka probleme me njollat, pra nuk di si t'i heqi, mund të provoj këtë metodë, por ju lutem shumë, duhet të mbroni lëkurën tuaj nga dielli, sepse në vërtet gjithë ajo gjë që bëni përpara është e kot nëse nuk e mbroni lëkurën tuaj nga dielli. Dhe nuk është vërtet fakti që po vure krem mbrojtje me faktor mbrojtës 80 apo 50 nuk nxihesh. Absolutisht jo, domethënë neve mbrohemi nga dielli, nuk është se nuk nxihemi. Një gjë tjetër që doja t'ju thoja është
se kjo rutinë nuk bëhet gjatë stinës së verës, pra sidomos në periudhën korrik gusht, më mirë fillojnë nga shtatori, kur dielli domethënë është më pak i nxehtë. Nuk bëhet sepse, siç e thash më përpara, dielli është tepër agresiv, domethënë për të bërë këtë trajtim domethënë me limon apo me moll. Kështu që nëse keni programuar domethënë ta bëni tani, jo absolutisht, nuk duhet ta filloni tani. Unë prandaj e fillova nga prilli dhe faktikisht isha skeptike sepse nuk mendoja se do kisha në rezultat, por mënyrat natyrale janë mënyrat më të mira domethënë pa shkuar duke bler ilaçe apo këta di unë se çfarë. Janë mënyrat më të mira, domethënë mënyrat natyrale e japin efektin e tyre gradualisht dhe prandaj humb shumë kohë. E di që juve mezi prisni domethënë shikoni rezultat, por duhet të kuptoni që nuk keni efekte menjëhershëm, keni efekt pas disa kohe. Ndryshe nga metodat shtëpiake, sepse kjo domethënë që do t'ju tregoj tani është një metodë shtëpiake për të luftuar këtë problem, nuk është se kam bler në një produkt të veçantë. Jo, vetëm një produkt domethënë që para ca kohësh e bleva në farmaci dhe është kjo këtu, i markës Guam, është një krem për kundër njollave dhe po aplikoj domethënë do ta shihni më mbas se si kur aplikoj këtë lloj kremi. Dhe përveç kësaj domethënë nuk është se kam marrë në një produkt tjetër për zhdukjen e njollave. Dhe po thoya domethënë që ndryshe nga një produkt që mund të jetë specifik për atë problem, metodat e shtëpisë janë efikase, por siç e thash domethënë rezultati vjen gradualisht. Përsa i përket asaj që do të shihni në vazhdim, po ju them se maskën me limon dhe moll unë e aplikoj 2 herë në muaj në të gjithë fytyrën. Dhe kurse limonin e aplikoj një ditë po, një ditë jo, vetëm tek njolla. Kaq bëj unë. Unë shpresoj të duket e dobishme kjo video. Në vazhdim do të shihni edhe disa receta për lëkurë të thakë dhe të yndyrshme. Dhe kaq, po ju lë me shikimin e videos. Mirupafshim.
Uaj, që në shumë dita.